Tendencat në botën digjitale ndryshojnë me një shpejtësi të madhe, duke reflektuar risit më të fundit të teknologjisë, zhvillimet e tregut global dhe aplikacionet që njerëzit përdorin çdo ditë. Të dhënat mbi shkarkimet dhe përdorimin e programeve janë një tregues i qartë se si kalojmë kohën tonë gjatë lundrimit në internet dhe çfarë preferencas teknologjike po formsojnë jetën tonë të përditshme. Sipas statistikave të publikuara në App Figures, qytetarët shqiptar gjatë muajit shtator kanë treguar prirje të qarta drejt aplikacioneve të inteligjencës artificiale, lojrave dhe platformave praktike të shërbimeve online. Tek përdoruesit e Android, aplikacioni më i shkarkuar është ChatGPT, i cili ka fituar popularitet fal funksioneve të shumta. Ky fakt tregon se përdoruesit shqiptar janë gjithnjë më të prirur të shfrytëzojnë inteligjencën artificiale për të lehtësuar punën e tyre të përditshme. Në vend të dytë qëndron platforma e blerjeve online, Temu, e cila po njeh një rritje të shpejtë jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë Europën. Roblox, një nga lojrat më të njohura ndërkombëtarisht, ban vendin e tretë, duke reflektuar faktin se gjeneratat e reja në Shqipëri janë pjesë e një trendi global të argëtimit virtual. Në listën e top 10 programeve më të shkarkuara nuk mungon as aplikacioni i Albania, i cili dëshmon porritjen e ndjeshme të përdorimit të shërbimeve publike elektronike përmes telefonave inteligjent. Panorama ndryshon disi tek përdoruesit e App Store, ku në vend të parë nditet Google Gemini, inteligjenca artificiale më e avancuar e platformës Google. Ky aplikacion përfiton gjithnjë më shumë përdorues dhe tregon se si inteligjenca artificiale nuk kufizohet vetëm në një program, por shfaqet me alternativa të ndryshme që përdoruesit zgjedhin sipas nevojave. Pastaj në vendin e dytë qëndron ChatGPT, ndërsa në vendin e tretë renditet Kuleta Digjitale, një aplikacion i cili gjithashtu ka tërhequr interes në tregun shqiptar. Temu dhe Wolt, aplikacioni i njohur për dërgesa ushqimore, plotësojnë pjesën e parë të renditjes. Nga ana tjetër, rrjetet sociale si Facebook, Instagram vazhdojnë të mbeten mes aplikacioneve më të shkarkuara, por nuk kryesojnë listën, pasi ato nuk përbëjnë më njërisi. Shumica e përdoruesve i kanë prej kohësh në telefonat e tyre dhe i përdorin si pjesë të pandartë të jetës së përditshme.